Vitin 2026 jemi kompania e parë që ne kemi fut edhe Starlink, pra internetin në gjithë autobuset tanë. As pak nuk është e lehtë me bë biznes në Kosovë. Ne kemi arrit të krijojmë një leadership, kemi arrit të krijojmë besim, por mbi gjitha ky besim nuk mohet pa investime serioze. Atë lek që ne kemi marrë, atë euro që kemi marrë nga qytetarët e Kosovës, ne gjithmonë e kemi kthy në mënyrë indirekte me shërbime të mira, me autobusa modern. Flota jone autobusëve është më moderne në Kosovë dhe shumica prej tyre janë Euro 5, Euro 6 dhe nuk ka do të thotë standard më të ulët Char Travel. Përveç kësaj, në vitin 2026 jemi kompania e parë që ne kemi fut edhe Starlink, pra internetin në gjithë autobuset tanë. Janë shërbimet e kafave, janë mikpritjen e autobus, është serioziteti i shoferëve, i stafit, pra gjithë jemi duke funksionuar si ekip për ndërtuar në vazhdimsi besim tashmë jo vetëm për tregun tonë brenda Kosovës, por ne operojmë edhe në tregun ndërkombëtar, udhtojmë edhe për Itali, udhtojmë grupe ndryshme për Budapest, Vjenë, Stamboll, pra ne tashmë kemi edhe partner ndërkombëtar ku ata kanë arrit fal punës tonë të madhe na besojmë qoftë tregu polak, qoftë tregu gjerman, qoftë tregu zvicran dhe krijojmë paketat e ndryshme turistike duke ofruar shërbime tashmë për gjithë rajonin. Dhe kjo është ajo në fund ajo çërshia mbi tort ku një kompani i Kosovës me gjithë këto sfida, me gjithë këto probleme të dolën mbas luftës pa një eksperiencë, por me një vullnet madh pa thyeshëm, me një punë dhe angazhim shumë madh, i kalon këto sfida dhe bësh lider. Deri më tash i përmende partnerët edhe ndërkombëtar, por edhe ata në Shqipëri dhe në gjitha vendet tjera ku kryesisht shqiptarët kanë dëshirë me pushu, por jo vetëm, por edhe me udhëtu. Kështu që a mundeni më na tregu se si i përzgjedhni partnerët dhe destinacionet? Dhe kjo është një pyetje jashtëzakonisht interesante sepse përzgjedhja e partnerëve është ajo që të çon më lart apo të ul poshtë. Dhe ne jemi shumë të kujdesshëm te kjo pjesë. Me thënë drejtën, kjo është më tepër si informacion për qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës janë ata të cilët i besojnë Char Travel sepse e dinë saktë që me Char Travel nuk ka lojë, sepse Char Travel gjithmonë e zgjedh partnerin e sigurt, partnerin e besueshëm që kryen shërbime të mira. Prandaj është shumë e rëndësishme për biznesin me pa se kanë ke partner sidomos në fushën e shërbimeve. Ne po flasim me shërbime. Kur flasim me shërbime, ne nuk flasim vetëm për një produkt. Pra, është një lidhje, një zinxhir i tërë në ekonomi që lidhet prej momentit të rezervimit, prej momentit të udhëtimit, prej momentit të arritjes, prej momentit të recepcionit kur pranohet dhoma, prej momentit kur futet në dhomë, mandej shërbimet e akomodimit, shërbimet e ushqimit, shërbimet e pastrimit. Prandaj ne i kushtojmë kujdes të veçantë ndërtimit të partneritetit, qoftë me hotelet brenda trojave shqiptare, qoftë me hotelet jashtë vendeve tjera.